4 persona janë vënë në pranga si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që vepronte në Fier dhe në Lushnjë për trafikimin e armëve si dhe për prodhim, shitjen dhe kultivimin e lëndëve narkotike. Në pranga kanë rënë Boran Buzi, Niko Osma, Qamil Shurdi dhe Besim Buzi, 2 të fundit organizatorët e grupit për trafikun e armëve. Antarët e tjerë kishin rol në sigurimin e armëve dhe në gjetjen e klientëve. Besim Buzi organizonte edhe kultivimin dhe më pas shitjen e kanabisit, ndërkohë u procedua në gjendje të lirë një 51 vjeçar i arrestuar më herët për kundërshtim të efektive të policisë. Përfaqësues të prokurorisë dhe policisë së Fierit bën me dije se hetimet për këtë grup zgjatën për 6 muaj. Janë zhvilluar hetime të thelluara, duke përdorur metoda speciale të hetimit. Për një periudhë 6 mujore, mbi veprimtarinë kriminale me qendër veprimi në Fier, Lushnjë, si dhe përtej këtij qarku, sikurse në Durrës, Shkodër, Kukës apo dhe jashtë territorit në Kosovë. Nga hetimet e deri tanishme të kryera, është bërë e mundur të dokumentohet vepra penale, trafikimi i armëve dhe municioneve kryer në bashkëpunim, prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike dhe kultivimi i lëndëve narkotike. Në këto kushte është bërë e mundur deri në të fazën e hetimit arrestimin flagrant dhe ndalimi i 4 personave me rrezikshmëri të theksuar shoqërore, ndërkohë që vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e vënien para përgjegjësisë penale të personave të tjerë bashkëpunëtor në kryerjen e veprave penale. Personat e ndaluar dhe të arrestuar në flagrancë janë me precedent të mëparshëm penal në fushën e narkotikëve, armëve dhe municioneve. Përveç Fierit e Lushnjës, grupi vepronte edhe jashtë këtij qarku në Durrës, Shkodër dhe Kukës. Siç bëri me dije kreu i policisë së Fierit Skënder Hita, në disa raste armët siguroheshin nga Kosova dhe futeshin ilegalisht përmes kufirit të gjelbër në Morin. Nga hetimet rezultoi se disa shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin ushtronin veprimtari kriminale në fushën e trafikimit të armëve dhe municioneve të kalibrave të ndryshëm, si dhe mbanin armë zjarri për qëllime kriminale. Ky aktivitet kryej në disa qytete të vendit, si Fier, Lushnjë, Durrës, Shkodër dhe Kukës, ndërsa në disa raste armët siguroheshin nga Kosova dhe futeshin ilegalisht nëpërmjet pikës së kalimit kufitar në Morin. Nga hetimet rezultoi se ky grup merrej edhe me kultivimin e bimëve narkotike dhe shitjen e kanabisit. Në 2 qershor janë zhvilluar 13 kontrolle në ambiente banimi, automjete, magazina dhe sipërfaqe toke ku janë gjetur municione, armë zjarri dhe lëndë narkotike. Janë sekuestruar 4.000 fidan kanabis, 5.000 fara kanabis, 3 armë zjarri automatike, 2 armë gjau, 1 pistolet, 636 fishek të kalibrave të ndryshëm, 2 radiosi të policisë, 2 uniforma policie, 1 mask plastike dhe paruke, 3 automjete dhe 10 celular.